Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka publikuar atë gjykimin me rastin lidhur me kërkesën e parashtruar nga deputetja Time Kadriaj dhe 10 deputetë të tjerë të kuvendit që kundërshtonin vendimin për refuzimin e formimit të komisionit për votim të fshehtë dhe vendimet e tjera të ngjashme të marra gjatë seancave konstituive të kuvendit të mbajtur në prill dhe maj 2025. Në këtë rast, gjykata ka vendosur një zëri si vijon. Kërkesa është shpallur e pranueshme e seanca konstituive e kuvendit e nisur më 15 prill 2025 nuk ka përfunduar për shkak të moszgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, duke mos përmbushur kështu kërkesat kushtetuese të nenit 66 të Kushtetutës. Deputetët e zgjedhur janë të obliguar që brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij aktgjykimi të përfundojnë seancën konstituive përmes zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Kërkesa për masa të parakohshme është refuzuar. Çfarë konstatoi gjykata? Gjykata vlerësoi se kuvendi nuk është konstituar sipas Kushtetutës, pasi procesi i filluar më 15 prill nuk ka përfunduar me zgjedhjen e organeve drejtuese. Kjo sipas saj bën të pafavorshme çdo veprim tjetër që pretendon të ketë marrë legjitimitet nga një seancë që nuk ka përmbushur elementët themelor të konstituimit. Gjykata theksoi se seanca konstituive është një akt të kushtetues i cili mund të quhet i përfunduar vetëm pas zgjedhjes së kryesisë përkatëse e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Por më tepër ajo rikujtoi se kushtetuta parasheh që ky proces duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh nga shpallja e rezultateve zgjedhore. Në këtë gjykim, gjykata kushtetuese gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në mirëbesim ndërmjet deputetëve dhe grupeve parlamentare për të siguruar funksionalitet institucional. E drejta për të propozuar kryetarin që i takon grupit më të madh parlamentar vjen me detyrimin për të kërkuar konsensus dhe kompromis dhe nuk mund të përdoret si instrument për bllokim institucional. Gjykata kushtetuese bëri të ditur se për shkak të mungesës së konstituimit të plot, kuvendi nuk ka pasur kapacitete juridike për të marrë vendime siç është ai për refuzimin e formimit të komisionit për votim të fshehtë. Ajo vlerësoi gjithashtu se të gjitha seancat e zhvilluara deri më tani përfshirë dhënien e betimit dhe përpjekjet për verifikim të kuorumit nuk përbëjnë një konstituim të plot. Në përfundim, gjykata konstaton se është detyrë kushtetuese të gjithë deputetëve të zgjedhur që të mundsojnë konstituimin e kuvendit në përputhje me kushtetutën rregulluar në kuvendit dhe praktikat parlamentare. Sipas njoftimit të gjykatës, ky aktgjykim hyn në fuqi menjëherë. Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka komentuar zvarritjen e konstituimit të kuvendit, duke cilësuar situatën si të dëmshme për funksionimin demokratik dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Gjatë intervistës në 5 të TV Dukegjinit, Haliti ka theksuar se në çdo vend tjetër ky do të ishte një proces normal, por në Kosovë është ndërruar në një problem serioz. Si proces në kushte të tjera, do të konsiderohej proces normal, por në Kosovë të zgjat kaq shumë konstituim një organit më të lartë të shtetit, mendoj që është një gabim i madh. Duhet të përshpejtohej, të duhej të gjendej formula për të funksionalizuar kuvendin, sepse pa kuvend nuk të krijohet as qeveria dhe pa kuvendin e qeverin janë disa projekte ose shumë që vijnë, qoftë donacione nga vendet të BE-s dhe SBA-ja, qoftë nga kredite butaj që shërbejnë zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk mund të miratohet në kuvend dhe mbesin të bllokuara, ka thënë Haliti. Përveç aspektit ekonomik dhe institucional, Haliti ka shprehur shqetësim edhe për situatën në veri të vendit. Situata në Kosovë, veçanërisht në veri, nuk është e mirë dhe duke pasur shtrinë e Vučićit në kufi nuk është e shëndetshme as për vendin dhe as për asnjë njeri në Kosovë. Qëtimi për institucione ka theksuar ish-deputeti. Haliti kritikoi të gjithë spektrin politik duke përfshirë 120 deputet aktual për mos funksionalizimin e kuvendit. Sipas tij, aktualisht ekziston një betejë politike mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive që deri tani kanë qenë opozit, por që nuk kanë një projekt unik për të rrëzuar Albin Kurtin dhe për të sjellë në krye të qeverisë dikë tjetër. Tani në parlament janë 120 deputet dhe të gjithë janë përgjegjës për mos funksionalizimin e kuvendit. Fatkeqësisht, në Kosovë, deputetët janë ose edhe ata kanë qenë mekanizmat të cilët votojnë sipas qëndrimit të partive përkatëse, ose janë të shëndoruar në makineri votimi. Kur ka votime të rëndësishme shkojnë, ndërsa kur nuk ka, nuk shkojnë në sallë.
por në këtë rast është një betejë në mes të vetëvendosjes dhe partive që kanë qenë në opozitë deri tani. Kanë kërkesa partitë që kanë qenë në opozitë, por nuk janë unike në projektet e tyre të përbashkëta për të rrëzuar në këtë rast, jo të Albulenës, por të Albin Kurtit, dhe për ta bërë kryeministër dikë që e meriton dhe që i takon, normalisht që i takon partisë së dytë. Tupi është tek vetëvendosja dhe Albini do të duhej me qenë në fleksibël me partitë e tjera, mos me e marrë me ftesa të formës urdhërore, por duhet të komunikoj, duhet të gjejë një mënyrë të komunikimit të që nxjerr Kosovën prej këtij ngërçi. Albini duhet të trokas në dyrë të gjitha partive, ka shtuar ndër të tjera Haliti.